Një shpërthim me lëndë plasëse është regjistruar këtë të martën në lagjën Docmazi në qytetin e Shkodrës, e vendosur në një makinë të parkuar. Si pasojë ka mbetur i plagosur shtetasi Enea Buzukja, 38 vjeç, i cili është dërguar në spital dhe aktualisht është jashtë rrezikut për jetën. Buzukja është specialisti i monitorimit në terren pranë drejtorisë së monitorimit në terren në rajonin e Veriut. Lënda plasëse është vendosur në një motor të parkuar afër automjetit me të cilin do të lëvizte i plagosur i Buzukja. Sapo ai ka dashur që të në automjetin e tij, ka ndodhur shpërthimi i telekomanduar i motorit që ka sjellë edhe plagosin e tij, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ka një plag në dorë. Forcat e shumta policie mbërritën në vendngjarje për zbardhjen dhe identifikimin, gjetjen dhe kapjen e autorit të dyshuar. Grupi dimor në drejtimin e prokurisë po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit. Ndërkohë një makinë djegur është gjetur në fshatin Dragoç në Postrib dhe po verifikohet nëse ka të bëjë me ngjarjen. Kjo ngjarje ka të njëjtën dinamik sikurse në shpërthimin e vitit 2018, ku mbeti plagosur Lulzim Kulla në lagjin Partizani. Lënda plasëse u vendos në një motorciklet dhe në momentin kur Kulla po hipte në makinë, eksplozivi shpërtheu.